Përshëndetje miq, mirë se erdhët tek Të jetosh besimin. Jemi në javën e Pashkës, e sot unë do të flas në meditimin e ditës mbi stacionin e dytë të kryqit. Jezusi merr kryqin. A dini se ka një ndryshim të madh midis vuajtjes që të bie papritur dhe vuajtjes që ti e pranon me vetëdije. E para të trondit, e dyta të zbulon. Kur Jezusi merr kryqin, ai nuk ishte një njeri i kapur nga rrethanat. Ai nuk është vetëm një i dënuar që po shtyhet drejt ekzekutimit. Ai është biri që pranon vullnetin e Atit dhe që në këtë pranim e shndron instrumentin e turpit, kryqin pra, në fronjin e dashurisë. Kryqi që në logjikën romake ishte simboli i poshtërimit, bëhet në logjikën e Ungjillit simboli i fitores. Stacioni i dytë na pyet, çfarë bëjmë ne me kryqin ton? E mallkojmë, i ikim, e braktisim, apo e mbajmë me Krishtin? Gjoni 19 vargu 17 na thot, dhe ai, pra Jezusi, duke mbajtur kryqin e vet, doli drejt vendit që quhet Golgot. Një figurë e fuqishme për ta ilustruar këtë që ne po themi sot është gruaja me emrin Edith Stein, filozofe hebre intelektuale brillante, e formuar në fenomenologji, nxënëse e filozofit Husserlit. Kërkoi të vërtetën me gjithë mendjen e saj dhe në fund e gjeti tek Krishti. U bë krishter. Më pas kaloi jetën e saj në shërbim ndaj njerëzve në nevojë. Kur erdhi persekutimi nazist gjatë luftës së dytë botërore, Edith Stein e dinte që kryqi i saj po afrohej. Ajo nuk u kap pas sigurisë, nuk e mohoi identitetin e saj si besimtare. Kur u mor nga Gestapo së bashku me motrën e saj, thuhet se ajo i tha: "Eja të shkojmë për popullin ton." Ajo shkoi drejt Auschwitzit jo si njeri i thyer nga absurdi, por si shpirt që e kishte dorëzuar jetën tek Zoti. Kjo nuk e zvoglon tmerrin e asaj që ndodhi, përkundrazi. Ajo tregon se ka shpirtra që kur vjen kryqi, nuk e mbajnë vetëm si fatalitet, por si ofertë. Kur Jezusi mori kryqin, Ungjilli na bën të shohim një të vërtetë të madhe. Krishti nuk është imposhtur. Ai në fakt po e jep veten. Bota sheh një burr të rrënuar nga fshikullimi, mirë po qielli shikon qingjin e Perëndis që po ecën drejt altarit të flijimit për botën. Kjo është arsyeja pse kryqi nuk mund të kuptohet vetëm politikisht, sociologjikisht apo sentimentalisht. Kryqi duhet kuptohet teologjikisht. Në kryq, Jezusi merr mbi vete barrën e mëkatit, fajit, mallkimit edhe vdekjes. Por ka edhe një dimension tjetër, dishepullimi këtu. Jezusi më vonë do të thotë, kush do të vi pas meje, le të mohojë vetveten, të marrë kryqin e vet çdo ditë dhe të më ndjek. Kjo do thotë që kryqi nuk është vetëm ngjarja që ne admirojmë. Është realiteti në të cilin ne ftohemi të hyjmë. Kryqi ynë nuk shpëton botën si kryqi i Krishtit, por na bashkon me të. Kryqi personal mund të marrë shumë forma. Mund të jetë një smundje e gjatë që ti nuk e ke zgjedhur. Mund të jetë barra e një familje të vështirë, marrëdhënie konfliktuale, mund të jetë besnikëria morale në një botë kompromisi. Mund të jetë refuzimi për të bërë të keqen edhe kur kjo na kushton. Mund të jetë një luftë e fshehtë shpirtërore që askush nuk e njeh. Problemi nuk është se kemi kryqin. Problemi është se shpesh duam një Krisht pa kryqin dhe një dishepullizim pa sakrificën. Ndaj miq, vështroni te Krishti. Ai nuk na jep një deklaratë poetike për dashurinë. Ai e merr mbi shpinë, peshën e drurit, peshën e gjithë botës, peshën e mëkatit ton, peshën e vdekjes ton. Dashuria këtu bëhet konkrete, e prekshme, e përgjakshme. Në jetën tonë miq, ne shpesh luftojmë kundër kryqit jo sepse ai është i rënd, por sepse na duket i padrejtë. Ne themi, pse kjo po ndodh mua? Pse tani? Pse kjo rrugë? Por Krishti, duke marrë kryqin, na mëson që pyetja më e shenjtë nuk është vetëm pse, por si ta mbaj këtë kryq së bashku me ty, si të duroj këtë vuajtje dhe dhimbje për Ungjillin. Ka vuajtje që e thye njeriu dhe ka vuajtje që të jetuara me Krishtin e shenjtërojnë atë. E një tabar mund të bëhet ose helm, ose altar. Ndaj, stacioni i dytë i kryqit nafton të mos e humbasim dinjitetin ton mes provave. Njeriu pa Krishtin në dhimbje bëhet lehtësisht cinik, i egër, zemërgur, i dorëzuar. Njeriu me Krishtin mund të qaj, mund të lëkundet, mund të plagoset, por nuk humbet kuptimin e ekzistencës tij.
Kryqi i bashkuar me Jezusin nuk është absurd, është rruga e pastrimit, e pjekurisë dhe ngjashmërisë me Zotin. Ndaj le të pyesim veten sot, cili është kryqi im? Çfarë po më kërkon Zoti të mbaj pa u ankuar në mënyrë trishtuese? Ku po më thret të jem besnik? Cili është vendi ku unë dua të iki, por ku Krishti po më thot, më ndiq edhe këtu. Ndaj miq, me këto të vërteta të stacionit të dytë të kryqit, le të lutemi së bashku këtë mëngjes. Zoti Jezus, ti që more kryqin për dashurinë time. Më fal sepse shpesh kam dashur një fe, një besim, pa kosto, pa çmim, pa kuror, pa Golgotën, pa fitore, sakrifice. Më mëso të duroj, jo në dëshpërim, por me shpresë. Edhe kur barra të bëhet e rëndë, më kujtoj që ti e ke mbajtur atë i pari, ti e mbartësi i të gjitha barrave dhe më ndihmo që të vi dhe të dorëzoj barrën time tek ti dhe së bashku ti do ta bësh të mundur o Zot që unë të vijoj udhëtimin tim në shtegun e besimit, të duroj, të suportoj dhe të mbaj barrën që ti më ke thyer ta mbaj çdo ditë, kryqin tim, të shpresoj për më të mirën, të bëj më të mirën dhe të qëndroj për të vërtetën. Bekoj burra dhe gratë që po më ndjekin këtë mëngjes. Lutem për familjet e tyre dhe fëmijët e tyre. Mbroj o Zot dhe jepi forcë në udhëtimin e tyre të besimit. Në emrin e Jezusit, unë lutem. Amen. Miq të dashur, ky ishte dhe meditimi mbi stacionin e dytë të kryqit. Mezi pres që në këtë javë Pashke të vijojmë nesër së bashku në meditimin e radhës mbi stacionin e tretë. Zoti me ju.